fermerit, por më rregullon të vëshën mua grumbulluesit. Më rregullon mua të vëshën. Sepse s'kam asnjë interes të blej brenda vendit. A e kuptoni që ka sot përpunues që po shkojnë po e marrin karrotën jo në Divjak, po e marrin në Turqi, se është më lirë se sa në Divjak? E kuptoni këtë gjë? Bashkë me transportin brenda. Bashkë me doganën e paguar, bashkë me TVSH-n e paguar në doganë. Të gjitha bashkë. Është më lirë se sa ta blesh në Divjak karrotën. Pra janë dy gjëra komplet të ndryshme, të cilat nuk duhen ngatëruar, sepse kjo ngatresë në harkun e 5 viteve, ka sjellë këtë pasojë që ne kemi sot. Kaq e thjeshtë është gjëja. Dhe do ju lutesha shumë kur ja spjegoni dhe udhëheqësve tuaj, ma dëgjoj pak lutem drejtoresh, kur ja spjegoni këtë gjë dhe udhëheqësve tuaj, do ju lutesha shumë të mos t'i ngatroni kompesimin me normën e tatimit mbi vlerën e shtuar në transakcione brenda vendit. Mos i ngatroni më, se ndodh pastaj që shkon në Shkodër dhe të çohet tjetri atje përballë dhe të thotë po atë pse se bën. Dakor? Ja ky është problemi. Faleminderit. Faleminderit zoti Çaj.